Në të gjithë qarkun e Fierit, ku përfshihen 4 bashki kryesore, ky vit është shënuar nga një prodhim i jashtëzakonshëm rushi. Sezoni i vjeljes ka nisur më herët dhe fermat janë përmbytur nga tonelata më shumë rush krahasuar me vitin e kaluar, duke shënuar një rekord të ri për zonën. Fieri mbetet zemra e vreshtarisë shqiptare, ku shumë fermerë kanë zgjeruar plantacionet me vreshta vit pas viti. Rushi i vjel përdoret si për konsum, ashtu edhe për prodhimin e verës dhe rakisë në kantinat vendase, ku një pjesë e mirë e tyre eksportojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ky prodhim i lartë ka sjellë më shumë të ardhura për fermerët e zonës, duke reflektuar një sezon pozitiv për bujqësinë në jugperëndim të vendit, duke rritur shpresat për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit agroindustrial në Fier, ku fermerët shprehen për kulturën e rushit në këtë qark. Po vetë 7 vjet që merrem me këtë punë, jam i kënaqur. Edhe me prodhimin, edhe me cilësinë e me të gjitha. Se na vitin vit bëjmë çik më shumë më tepër presht. Vinë marrin ata që kanë kantina vere, sepse është një rush cilësor. Është vetë nga natyra, vetë vendi.